Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Austriaku John Settler, që përfaqëson Bashkimin Evropian në Maltazi, u ka bërë thirrje përfaqësuesve të shumicës parlamentare në Podgoricë se do të ndërpritet çdo marrëdhënie nëse vazhdon fushata e çnjojjes së Kosovës nga kuvendet komunale. Paralajmërimi konfirmohet nga nismëtari i kësaj fushate, kryetari i Partisë Demokratike Popullore në Maltazi, Serbi Milan Knežević. Reagimi erdhi pas vendimit të marrë ndaj Kosovës në kuvendin komunal të Plevljes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë Bashkimin Evropian pas gjobës miliardçe të BE-s ndaj Google-it. Presidenti SBA-s Donald Trump kërcënoi me vendosjen një tarife të konsiderueshme doganore mbi portet nga Unioni. Bashkimi Evropian do të paguajë një çmim shumë të lartë për këtë sjellje të palishme dhe jashtëzakonisht jo etike, për të cilën i kanë paralajmëruar vazhdimisht, shkroi Donald Trump në platformën e tij Truth Social. Sipas arsyetimit të komisionit, kompania kishte shkelur rregullat e Bashkimit Evropian që synojnë të kufizojnë fuqinë dominuese të tregut të gjigantëve të mëdhenj të teknologjisë. Qytetarët e Rusisë dhe Kinës nuk do të mund të hyjnë më në Maltazi pa vizë duke filluar nga 1 nëntori 2026. Vendimi vjen pas miratimit nga qeveria malazeze të ndryshimeve në rregulloren për regjimin e vizave me qëllim harmonizimin e politikës e vizave me Bashkimin Evropian. Përveç Rusisë dhe Kinës, në këtë listë përfshihen dhe qytetarët e Bielorusisë, Arabisë Saudite dhe Turqisë, të cilët do të kenë nevojë për vizë për të hyrë në Maltazi. Nga Ministria e Punëve të Jashtme e këtij vendi bëjnë të ditur se ky hap përbën një nga kriteret përfundimtare për mbylljen e kapitullit të 24 në negociatave me Bashkimin Evropian, që lidhet me drejtsinë, lirinë dhe sigurinë. Rumania shpall person të padëshiruar ambasadorin rus në Bukuresht. Ministria e Punëve të Jashtme e Rumanisë njoftoi se shkak për vendimarrjen është bërë rrëzimi 2 dronëve rus mbi territorin e Rumanisë. Në njoftim thuhet se ambasadori rus ka 5 ditë kohë për të lënë Rumaninë, si dhe ambasadori rumun në Rusi do të ftohet në Bukuresht për konsultime. Ambasadori rus u ftua në një takim nga ministri rumune Oana Coju, ku ju dërguai një notë verbale me anë të së cilës palë rumune e informonte atë për zbatimin e deklaratës mbi statusin e papranueshëm të një antari të misionit Federatës Ruse në Bukuresht. Bashkimi Evropian i vendos në dispozicion Francës dhe Spanjës avion zjarfikës, helikopterë dhe personel në luftën kundër zjarreve. Ndihma e mobilizuar përmes mekanizmit të mbrojtjes civile të Bashkimit Evropian përfshin 7 avion, 4 helikopterë të dërguar në Francë nga Republika Çeke, Kroacia, Gjermania, Portugalia, Slovakia, Suedia dhe Turqia, sipas një deklarate të Komisionit. Për Spanjën, bloku ka mobilizuar 6 avion zjarfikës nga Greqia, Italia dhe Turqia, ndërsa Portugalia ka vendosur 134 personel dhe 41 mjete për të mbështetur përpjekjet e zjarfikësve. Një oficer ndërlidhës i Komisionit Evropian është vendosur në Bordeaux për të ndihmuar në koordinimin e ndihmës së Bashkimit Evropian me autoritetet franceze. Në Spanjë, zjarret detyruan evakuimin e rreth 100.000 personave, ndërsa në Francë u evakuuan rreth 220.000 të tjerë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump rikonfirmoi të japë Ukrainës licenca për prodhimin e raketave interceptuese Patriot. Vendimi u bë publik nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ky hap mund ta ndihmojë Kievin të rrisë prodhimin vendas të raketave të mbrojtjes ajrore, të cilat i konsideron etike për të përballur me sulmet ruse. Sistemet Patriot janë aktualisht mbrojtja e vetme efektive e Ukrainës kundër raketave balistike ruse. Zelensky kishte paralajmëruar më herët se vendi po përballej me mungesë të raketave interceptuese, ndërsa fushata ushtarake amerikane kundër Iranit ka shtuar më tej presionin mbi rezervat globale të këtij armatimi. Pas takimit me dyert të mbyllura, Trump shkroi në platformën e tij Truth Social se bisedimet kishin shkuar shumë mirë, ndërsa dhe Zelensky cilësoi takimin si shumë të mirë gjatë intervistës për Fox News. Kabineti i Sigurisë i Izraelit miratoi kuadrin ligjor që lejon hyrjen e forcës ndërkombëtare të stabilitetit në ripin e Gazës, raportuan mediat izraelite. ISF është pjesë e Bordit të Paqes, një strukturë e krijuar nga presidenti amerikan Donald Trump, dhe synon të vendosë trupa ndërkombëtare paqëruese në Gaza për të ruajtur rendin dhe sigurinë. Vendimi vjen pas takimit mes kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe Donald Trump të planifikuar në Washington. Pas marrëveshjes së pushimin tetor, Trump krijoi Bordin e Paqes si pjesë e një plani për paqen pas 2 vitesh lufte mes Izraelit dhe Hamasit. Ky organ ka detyrë të mbikëqyrë rindërtimin dhe sigurinë në ripin e Gazës. Ndoqët përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.